Mirëmëngjesi njerëz të bukur, si jeni, si po kaloni? Sot do gatuajmë të mbushura, speca të mbushur në tepsi. Eva do t'i gatuaj, unë do t'u përshkruaj videon, do t'a ndihmoj dhe unë. Kush tjetër, unë jam një koqie. Po. Edhe do gatuajmë së bashku këtu. Do gatuajmë së bashku. Ama i qoj të do gatuaj së bashku. Edhe këtu hodhëm orizin tani. Brenda çfarë kishe hedhë Eva? Hodha qepë, preshë, speca, Po. karotë, Aha. edhe këtë, unë në fakt hedhe dhe një qikë kungull të grirë brenda, po tani nuk kisha dhe nuk hodha. Okej. Të gjitha këto që të thashë janë nga kopshtë të freskëta, Po. me qepë, me preshë, me karota, me të gjitha. Okej. Edhe tani hodha orizin. Hodha 2 filxhan me oriz, me që jemi shumë veta, pa zakonisht njën hetë. Okej. Edhe tani do t'i hedhim edhe ujin brenda orizit. Nuk po ta hedhim të gjithë ujin, se do mbajmë dhe ujë që të hedhim në furrë. Se tani një çik fare do zirë orizi. Neve nuk mbushim domate, nuk na Jo, pëlqej. në kjo se doni mund të mbushni domate, mund të mbushni patate, çfarë të doni për të mbushrat. Kungull. Neve kungull, neve specat na pëlqejnë vetëm. Patatet nuk i mbushim, i hedhim ashtu, sopa. Mirë, po tuash po. Tani ti hedhim edhe këto erzat edhe ta lëmë të zjehja, të ulim dhe sopën. Çfarë do t'i hedhësh tjetër? Do t'i hedh piper, kripë, piper të kuq, edhe në fund do t'i hedh qik bjozhmo, në energjik, si thuhet. Po, në energjik. E, Çfarë do t'i hedhësh brenda? piper të kuq, ky është i ëmbël, ja. Paprika. Paprika, piper të zi, ti hedh edhe një qik krip tani, edhe në fund, një qik krip se kemi dhe tension, qupë. Okej, po. Edhe tani do ta lëm që të vloj pak, derisa të pi ujin, edhe do mbushim specat me të. Ta lidhëm të kapakun. Dhe sa të përgatitet orizi, Eva po lan edhe pjatat që të mos i mbeten për më vonë. Po i vë tek lavatricia në fakt e pjatave. Bravo të qenë motra ashtu. Faleminderit. Kjo më merita. Edhe tani do mbushim specat. Specat janë nga kopshi, edhe i mbajmë në ngrirje. Shikoni, janë të ngrirë. Po si që janë kështu, do t'i mbushim me orizë. Kanë edhe kapakun brenda, po të mundem të hajt. Ku do t'a vësh? Ja këtu. Do t'i hedhim edhe mishin e grirë tani brenda. Do të hedh vaj ulliri poshtë Hedhim si vaj. Është atje poshtë. Gjore të hidi, bjozmu. Bjozmu është në energjik që ta dini. Edhe tani do t'i mbushit të gjitha me radhë. Dale një ti hedhi dhe bjozmu. Ti hapa të mishin e grirë atje. Do t'i hedhi dhe mish të grirë. Do t'i hedhë. Ka përgatitur edhe ca mish të grirë dhe do t'i hedhi edhe mish të grirë brenda tek orizi. Ja tek është orizi, si ngjani gjithi nga afër. Bjere mirë. Edhe ka shumë aromë të mirë. Rihet në energjikun. Më duke të gjithë mishin e grirë do t'a hedhim. Po hile tani, aq sa ke. Se... Më shumë mish se sa oriz. Pse po, u vrau barkun juve. E trazoj mirë të gjithin tani, që të përzihet edhe mishi grirë bashkë me orizin. Doli si shumë, po gjithë këta veta jemi. Po mirë do hahet ajo. Hani dhe resën që jamë në punë. Mirë. Jo, në fakt edhe fëmijë. Tani do t'i mbushim specat. Do edhe unë të ndihmoj. Jo. Do. Po ashtu me një lukë të vogël. Nuk të vogla të madhe. Po të vogël. Që ti mbushim mirë brenda. Mos u humbësh kapak, se ka dhe kapakun brenda. Shikoj, po kjo kapak si del këtja. Del thjeshtë. E nxorra.
Del thjeshtë, po s'ka model. Po. Se janë akoma të ngrira shumë, duhet isha del pak më para nga ngrirja. Po tani. I mbush shumë deri lart, Mbushi. Le dhe një çik se Ja, shikoni si mbushet speci. do zjej orizi dhe do hapet ai. Bej! Nuk de. Lehet ashtu se më qikë të shkrijer. Edhe I vendosim kapakun këtu. Edhe ja shtrim. Iku kapaku. Nuk ka gjë dhe gjithë. Do t'i ashtusim, do t'i vëm kështu. I vëm edhe një kuaj se vëm shpodor. Që ti mbyllim. Po s'ka gjë dhe kështu. Ka kapak ai? Bosh, nuk ishte kapak. Ja, ka tje. Ka rënë atë. Zakonisht zgjedhim këta specat e mbëdhejë. Kur I marrim nga kopshti, këta të frynë. Këta buçkot. Që të mundemi t'i mbushim të tjerët I shqyqim. Të s'bëjnë. Ja. Ky spec I kuq, Spec florine, kjo piteria florine si quhet. Bëhet shumë I shishëm. Po ky edhe me erza e me mish të grire, me të gjitha këto, ç'të mos bëhet I shishëm. Nuk isha dhe që kungull se jep shje. E gri brënda unë. Po, kungullin. S'ka problem tani. Po problem do ketaj, do ta hamë. Në pa puna. Në plevitosën duart. Më marrë dënduar. Edhe ja si duken nga afër specat. I mbushëm tani të gjithë. Orizin që tepëroj do ta hedhim në anë të tepsisë. Do ta hedh në mes. I dhe ku duash. Te bëj kështu. Bukuro. Dua quella shlugën e madhe. Edhe tani do hedhim të gjithë orizin brenda. Fëmijëve u pëlqen ky orizi. Që nuk është brenda në spec. Mirë, kuptohet. Në fakt dhe mua. Edhe kur piqet nga mbi të, që zatë koren, zotë shtë hash. Daj bra dhe kaj shumë. Se hajt I shkret. Hajt. Dhe me mish të gryri brënda. Ashtu, e bëm të bukur, t'jedhim qikujnë, qik vaj, edhe ta vëm të piqet. Të vemi në gjiro për kafe. Se bëm të atuam. Do t'i hedhim edhe pakuj nga lartë, që të mundet që të vloj edhe orizi edhe specat. Do t'i hedhësh edhe vaj. Do t'i hedh pak vaj edhe pak krip. Me hire të gjithë të se. Të vjekë që me lët ai. Se nuk më pëlqen mua ata ashtusit. Prape hodha lugën në lavaman. Sa nuk e përdorë dhe tani? Po një me një të drurit, po tani. Kripu I hodhe. Tani do t'jetë pak kripu. Se I hodha dhe orizit. Dhe më qikë specave. Dhe hapë furën e ndezë. Po e ndezë. Edhe në qikë vaj, edhe jemi gati. Edhe vendosim në furrë në 180 gradë, derisa të piti gjithujnë, të zjej do me thënë edhe orizi, edhe speca të marrin atë ngjyrën e kuqe nga lartë. Këta speca marrin ngjyrën e zezë, e dashur, se janë të kuqe. Mirë thua. Ashtu vendosim në furrë tani. E shkesh. E shu branë copë. Presim përfundimin. Edhe presim derisa të bëhet. Ja edhe specat me oriz, u poqen, shikoni sa të mira që kanë dalë. Edhe aromat që nxjerrin o njerëz mos e pyesni. Yummy. Ky ishte gatimi për sot, të keni një ditë sa më të këndshme, edhe shifemi së shpejti në një nga videot e tjera. Kaloni bukur, ciao ciao!